Prokuroria e Vlorës trodhi të kadastrën e qytetit, çon për gjykim çështjen e dosjeve të pronave në Palas, si rrjedhoi e hetimeve të deritanishme 17 zyrtar, por gjithashtu edhe kryetari i Palasës, sekretari i fshatit të Palasës dhe punonjës të kadastrës të Vlorës kanë shkuar për gjykim për disa vepra penale, duke nisur nga falsifikimi i dokumentave deri tek tjetërsimi i pronës. Sipas vendimit, rezulton se prokuroria, pranë gjykatës së shkallës së parë në Vlorë, përfundoi hetime dhe ka dërguar në gjyq për veprën penale, falsifikim të dokumenteve, falsifikim i vulave, stampave ose formularve dhe shpërdorim të tyre 17 persona, mes tyre zyrtar të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, kryetarin e fshatit Palas, por edhe ndërtues. Nga hetimet mbi procedimin penal numër 814 të vitit 2020 ka rezultuar se shtetasit AV, AL dhe FK kanë ndërtuar pa lejen e organeve kompetente 3 objekte 2 katëshe në fshatin Palas të Imarës për qëllime fitimi. Këta persona gjatë kohës që kryenin ndërtimin e objekteve pa leje kanë aplikuar në ASHK Vlorë për legalizimin e tyre dhe kanë depozituar dokumentet të falsifikuara në dosjet e legalizimit. Për këtë arsye, shtetasit AV, AL dhe FK janë akuzuar për kryerjen e veprës penale, ndërtimi i palishëm, falsifikimi i dokumenteve dhe falsifikim i vulave, i stampave dhe i formularve. Në kuadër të këtij procedimi penal, është marrë i pandehur edhe kryetari i kryesisë së fshatit Palas, shtetasi OD, për kryerjen e veprës penale, falsifikimi i dokumenteve, kryer nga person i cili ka për detyrë të lëshojë dokumentin, si dhe 3 ekspertët IT, EP dhe DM për kryerjen e veprës penale, falsifikimi i dokumenteve, pasi kanë hartuar dokumentacione me të dhëna të reme në përmbajtjen e tyre. Në këto dokumente janë paraqitur të dhëna të reme për sa i përket kohës së ndërtimit me qëllim që ato të përfshiheshin në procedurat e legalizimit, e më pas këto dokumente janë dorëzuar nga të pandehurit AV, AL dhe FK pranë ASHK Vlorë dhe janë bërë pjesë e dosjes për legalizim. Po kështu, rezultoi e provuar se ndërkohë që në prokurori, pranë gjykatës së shkallës së parë në Vlorë, kryeshin hetime lidhur me autorët e këtyre ndërtimeve, nga ASHK e Vlorës është kryer legalizimi i 3 objekteve në kundërshtim me ligjin. Nga ana e punojësve të ASHK të ngarkuar me verifikimin e kushteve, por edhe kritereve për përfitim nga legalizimi, rezultoi e provuar se janë konsumuar element të veprës penale, shpërdorimi i detyrës kryer në bashkëpunim. Në lidhje me këtë vepër janë marrë të pandehur shtetasit KT, drejtori i mëparshëm i ASHK Vlorë, EM, përgjegjës i sektorit të artografisë pranë ASHK, EY, përgjegjës i sektorit të kalimit të pronësisë pranë ASHK, TM, specialiste e sektorit të kalimit të pronësisë, SR, specialiste artografike pranë sektorit të artografisë, AD, specialiste reni pranë sektorit të legalizimeve, FD, përgjegjës i sektorit të legalizimeve, MJ, specialist në sektorin e legalizimeve, DM, përgjegjës i artografisë dhe regjistrimit pranë ASHK Vlorë, AR, përgjegjës i sektorit të legalizimeve, si dhe TH, me detyrë specialist IT-je pranë zyrës së kadastrës në Vlorë. Në kuadër të procedimit penal, është vendosur edhe masa e sigurimit pasuror, sekuestro preventive, parashikuar nga neni 274, mbi pasuritë e palojshme të përfshira në këtë dosje hetimore.